Eman Rahmani, deputeti zgjedhur nga lista e Partisë Demokratike e Kosovës, ka thënë se nuk janë shkryer në PDK, por kanë marrëveshje. Ai tha se janë pjesë e grupit parlamentar të PDK-s dhe ashtu do të vazhdojnë të jenë. Ne kemi identitetin ton, të cilin e kemi pasur edhe para se të bëjmë koalicion. Marrëveshja me PDK-n, ne nuk jemi shkry në Partinë Demokratike të Kosovës, mirë po kemi koalicion, marrëveshje që për 4 vjet i shtyu përpara çështjet dhe ato që ne kemi parë të rëndësishme. Tani jemi pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do të vazhdojmë me qenë ashtu dhe në të ardhmen natyrisht që ka shumë diskutime, punë dhe angazhim, të cilat do të vendosin hapat se si do të veprohet dhe se si do të angazhohemi e punojmë, u shpreh ndër të tjera ai. Kandidati i LDK-s, Fetar Rudi, i cili mori mbi 8.000 vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit, por nuk arriti të siguronte mandatin e deputetit, ka lëshuar akuza të rënda drejt strukturave të partisë së tij në Malishev. Rudi thot se kandidimi i tij synonte të parandalonte një koalicion me figura me të kaluar të rënd, ndërsa shton se Dega në vendlindjen e tij e bojkotoi hapur. Fetar Rudi, një nga figurat emblematike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thyer heshtjen pas përfundimit të procesit zgjedhor. Përmes një reagimi publik, Rudi ka falenderuar mbi 8.000 qytetar për besimin, por ka shprehur zhgënjim të thellë për rezultatin, duke drejtuar gishtin brenda partisë. Rudi ka qenë jashtë veçanërisht me udhëheqjen e LDK-s në Malishev, duke i akuzuar ata se punuan kundër kandidaturës së tij. Sipas tij, ky nuk është rasti i parë që tradhtohet nga strukturat lokale. Kjo nuk ishte hera e parë që njerëzit janë krye të LDK-s. Në Malishev më kanë futur thik pas shpine, por siç thot populli, marrja nuk e ka mbytur askënd. Ka shkruar ai duke përjashtuar nga kjo kritik vetëm gëzim Hazrollajn. Sipas Rudit, kjo qasje e udhëheqësve lokal tregon pse LDK-ja pa rezultat të dobët. Njerëzit e këtij lloji nuk e kanë luftën me partitë e tjera. Këta e kanë luftën me njerëzit brenda LDK-s. Rudi ka zbuluar prapas skenat e kandidimit të tij, duke theksuar se hyri në garë për të mbrojtur identitetin e LDK-s nga një përfshirje e mundshme në koalicione me figura që dikur e kishin luftuar partinë. Ai tregoi se për këtë kishte pasur një takim kokë me kryetarin Lumir Abdigjiku. Ekzistonte një tendencë reale që LDK-ja të shtyhej drejt një koalicioni të papranueshëm me figura politike të larta, të cilat bartin një të kaluar të rënd. I janë falendëruar kryetarit Lumir Abdigjiku për besimin dhe vlerësimin që tregoi ndaj fjalëve dhe kundërshtimit tim. Pavarësisht se nuk do të jetë pjesë e kuvendit, Rudi ka deklaruar se do të mbetet aktiv në jetën politike. Ai bëri thirrje për një pastrim të brendshëm në LDK dhe reflektim pas rezultatit të 28 dhjetorit. Besoi se LDK-ja ka kapacitet për reflektim të thellë, për pastrim të brendshëm dhe për rikthim të vlerat që e kanë bërë atë një parti shtetformuese, tha ai.